3 transferime të mëdha që Manchester United po synojnë për rikthimin e tyre të fureshëm në Ligën e Kampionëve. Me kualifikimin e siguruar në garën evropiane, stafi teknik i djajve të kuq ka identifikuar 3 objektiva primare për të rritur nivelin konkurrues të skuadrës në të ardhmen e afërt. Qendërmbrojtësi i Klub Bruges Joel Ordonez, mesfueshori i West Hamit Mateus Fernandes dhe mbrojtësi i majtë i Newcastle Lewis Hall janë emrat e zgjedhur për të forcuar një strukturë që aspiron të garoj për çdo titull. United e di se për të shkëlqyer në Evropë atyre ju duhet një mbrojtje pa dëpërtueshme dhe për këtë arsye ata i kanë vënë syrin Ordonezit, vlera e të cilit është 40 milion euro. Largimi i një legjende si Casemiro e bën të domosdoshme kërkimin e një pasardhësi me leadership në mesfush dhe për këtë giganti anglez ka identifikuar Mateus Fernandes si kandidatin ideal për të marrë frenat e mesfushës në Old Trafford. Kroj majt është një tjetër zunë që do të pësojë një transformim të thellë dhe aty United e ka në shënjestër anglezin Lewis Hall. A janë këta lojtarët e dur për Unitedin? Na tregoni në hapësirën për komente.